Dhe erdha në Shqipëri dhe fillova të kërkoj. E di që ishin në Vlorë, që Vlora kishte një komunitet hebre më i madh në Shqipëri, këtë isha dëgjuar. Shkova me prindrit, shkuam në Vlorë dhe dolëm aty. I mat ka pas familje në Vlorë, e di pak a shumë Vlorë, kështu që ju afrohem pak a shumë asaj lagjes së hebrejve. S'po i gjenim dot. Atëherë unë pyeta disa zotërinj që ishin ulur te kafeneja. Thash, ku është? Më thanë, ja ku është. Ja ku është dhe tabela ishte ndërkaq për bronzi. Dhe më thanë ka dy rrugëve u kemi vënë emrat e dy antarëve të nderuar të komunitetit hebre, që janë Pepe Levi dhe Mateo Matathia. E kjo është shtëpia e Mateos, ishte shtëpia, më thanë. E ma treguan një vile bukur, palazzo, venecian, nga stili. Unë bëra ca foto, pastaj u ktheva në Tiranë dhe thash, që janë këta të dy, ku t'i gjej, si t'i gjej, dhe dikush më lidhi me Felicita Jakoelin, që është vajza e Josef Jakoelit. I dërgova, sepse ata kanë ikur të gjithë, sigurisht në 90-ën, ata i gjithë komunitetin, si blok, u arratisën, përpara se të binte regjimi, ende. Ka qenë vera e 90-s, vjeshta e 90-s, që është një histori më vete gjithashtu. Si historia biblike e Mojsiut, që i mori dhe i shpëtoi, i hoqi nga Egjipti, i çoi në tokën e premtuar. Të njëjtën gjë ka bërë dhe Josef Jakoeli, po siç thash, kjo është pjesa tjetër e historisë. U lidha me Felicita dhe tha, Ani, jam shumë e prekur, ti po bën një roman për historinë e familjes time. Sepse Mateo Matathia është daja i Timeti, kurse Pepe Levi është kushëriri i Timeti. Dhe aty, si thua, u vendos çdo gjë ndërkaq, sepse unë gjeta burimin. E dija që doja ta bëja, po ende nuk e kisha këtë pyetjen që më bët, që çfarë strukture. Ku është ajo, ku mora i vendimi që kjo histori të tregohet nga perspektiva e Josef Jakoelit. Pastaj duke u lidhur me Felicitën, u hapën pastaj gjitha rrugët. Doli që ajo kishte shkruar një libër me gjithë Tiatin. Dhe Jati kishte shkruar kujtime, kishte mbledhur material për historinë e hebrejve në Shqipëri. Josefi kishte bërë goxha punë mbledhse dhe edhe vetë kishte shkruar me dorë, me dorë shkrimi. Dhe aty thash, vendimi u mor vetë, si thuash. Fillova të lexoj shkrimet e Josefit dhe u mahnita. Thash, çfarë njeriu i thellë që i ka shkruar këto në vitet 80, në kohën më të errët, në kohën më të verbër të Shqipërisë. Dhe ai me një qartësi, që vjen nga një kohë tjetër, që është diçka e përjetshme, që është ajo mençuria, që është ajo mençuria jetësore e vjetër e hebrejve. Kuptoi më njëherë që kjo është mira vjeçare. Dhe aty u mor vendimi vet. Thash, ky njeri është kaq interesant si karakter. Ka shkruar kaq shumë gjëra, më ka dhënë kaq shumë, e ka bërë gati për mua, si thosh, ishte një lloj dhurate.